Përshëndetje të dashur nxënës. Sot në lëndën e gjuhës shqipe do të shikojmë temën përdorimi i presjes në fjali. Jemi në kompetencën përdorimi drejt i gjuhës në drejt shkrim. Do të mësojmë të përdorim presje duke respektuar të gjitha rastet e dhëna në libër. Do t'i shkruajmë saktë në fjali apo dhe në një tekst që ta krijoni vetë ju. Fjalët kyçe janë ndahet me presje, rregulla piksimi, vihet midis presjesh. Do të shikojmë disa raste të përdorimit të presjes në llojet e fjalive me bashkërenditje. Atëherë do të ndajmë me presje fjalitë e bashkërenditura me licat e përsëritura. Licat e përsëritura mund të jenë për shembull edhe, as, ose, ja, e të tjerë. Për shembull, e kërkoi Benin edhe në shkollë, edhe në palestër, edhe në lagje, por nuk e gjeti. Vini re, kemi të përsëritur lidzën edhe, për lidzën bashkërenditse. Dhe përpara kësaj lice, kur përsëritet, vendoset presja. Rasti i dytë, do të vendoset presje tek fjalitë e bashkërenditura me lica përmbyllëse, të cilat janë prandaj, andaj, ndaj, pra e të tjerë. Për shembull, ti pranova mendimet e tua, prandaj më dëgjo tani. Rasti i tretë, do të vendoset presje tek fjalitë e bashkërenditura me lica dyshe, për shembull, jo vetëm por edhe, leqë por edhe, e të tjerë. Për shembull, tu kërkosh mendim jo vetëm shokëve, por edhe prindërve. Rasti tjetër, do të vendoset presje tek fjalitë e bashkërenditura me lica kundërshtore, për shembull, por, kurse, ndërsa, e të tjerë. Për shembull, su erdhi mirë nga veprimi yt, kurse unë nuk mendoj ashtu. Pra përpara licës kurse është vendosur presja. Japim disa raste të përdorimit të presjes në llojet e fjalive me në renditje. Do të ndahen me presje fjalitë e varura që lidhen ose që ndodhen para pjesës kryesore. Për shembull, sa kishte folur, asaj vetë se dinte. Pjesa kryesore është ai asaj vetë se dinte. Pjesa e varur, sa kishte folur, qëndron në krye dhe ndahet nga pjesa kryesore me presje. Rasti i dytë, do të ndahen me presje fjalitë e varura me përemra lidhor, që i cili ose ndaj folja ku, për shembull, që është pas pjesës kryesore. Për shembull, nisën të ndihen erët e lagështa që dukej, ose ndryshe të cilat dukej se do të sillnin shiun. Pra përpara e premrit lidhor është vendosur presja. Do të ndahen me presje fjalitë e lidhë e varura që lidhen me lidzat megjithëse, ndomëse, sidoqë, edhe pse e të tjerë. Për shembull, askush nuk e mendonte rrezikun, ndonse rruga ishte me rreziqe të shumta. Pra vini re, përpara lidzës ndonëse është vendosur presja. Do të ndahen gjithashtu me presje të gjitha fjalitë e bashkuara pa lica, por intonacioni ose presja i ndan ato. Verës malin e përcëllon dhe e kriz dielli, dimrit e përcep ngrica, stinëve të tjera e lajnë dhe gërryen rëket. Pra pjesët janë ndarë mes tyre me presje. Vihet midis presjesh. Fjalia e varur që futet në mes të fjalisë kryesore. Kënga e saj, sado që u interpretua bukur, nuk më la mbresa. Vini re që pjesa kryesore është kënga e saj nuk më la mbresa. Në mes të pjesës kryesore është futur pjesa e varur sado që u interpretua bukur. Atëherë ndahet midis dy presjeve. Ose kur fjalia e varur hyn në mes të një fjalie të bashkërenditur ose të varur. Atëherë kemi nëna u bë merak, por kur mësoi të vërtetën, u qetësua. Atëherë nëna u bë merak është një pjesë kryesore, por u qetësua është pjesa tjetër kryesore, në mes të tyre është vendosur pjesa e nërenditur kur mësoi të vërtetën. Atëherë është ndarë midis dy presjesh. Nuk ndahen me presje, pra rastet e mos përdorimit të presjes. Fjalitë e varura me lidzat sa që, se sa, se që, nga sa, nga që. Kur kanë lidhje me një mbiemër ose ndaj folje në shkallën krahasore. Për shembull, ishte një këngë aq e bukur sa nuk doja të përfundonte. Vini re që kemi të bëjmë me një mbiemër shkallën krahasore, aq e bukur sa. Ose në rastin e dytë, ajo këndoi më bukur se sa e kishte imagjinuar ai. Pra nuk vendoset presja, sepse kemi përpara një mbiemër në shkallën krahasore, më bukur se sa. Nuk ndahen përsëri me presje. Fjalitë e varura me lidzat ku, tek, nga, kudo që,
që vijnë pas pjesës kryesore dhe kur plotësojnë foljen ose ndaj foljet aty, atje, këtu, andej. Për shembull, ai po shkonte aty ku e kishin caktuar. Ata po kërkonin kudo që të ishin fshehur shokët e tyre. Si do t'i formulojmë edhe një herë rregullat e drejtshkrimit për rastet në libër? Edhe një herë po i përmbledhim. Do të vendosim gjithmonë presje para lexave kundërshtore dhe përmbyllëse. Do të ndajmë me presje lexat bashkërenditëse shtuese, por edhe dyfishe, por shtueset janë të përsëritura, ose lexat dyfishe, jo vetëm por edhe, ose shtueset dhe veçueset e përsëritura, ta mësuesja as, ose, ja. Do të ndahet me presje fjalitë e bashkuara pa lica dhe ndahet me presje fjalitë e varura me lica në renditëse. Do të punoni tani ushtrimet e faqes 249, do të shikoni punimin në libër nga ushtrimi i parë tek ushtrimit 5. Tek ushtrimit i parë ju do të shkruani saktë tekstin në fletore, duke përdorur pikën dhe presjen dhe shkruajën e madhe. Ushtrimet 2, 3, 4 dhe 5 ju do t'i plotësoni përsëri në tekst. Te 2 shtëpie do jetë ushtrimi 6. Do të shkruani një shkrim të shkurtër me temë dita ime. Do të ndërtoni fjali me raste të përdorimit të presjes. Ju faleminderit dhe ju uroj punë të mbarë.